Libri Mirdita, Vendi i Kuvendeve, vetë qeverisës e i autorit Gjon Marku, botimi 4 i veprës Mirdita, Vendi i Kuvendeve, vetë qeverisë të autorit Gjon Marku dëshmon jo vetëm vlerën e qëndrueshme, shkencore dhe historike të librit, por dhe nevojën e vazhdueshme të shoqërisë shqiptare, për të rikthyer rrënjët e vetë qeverisjes, normës dhe zakonit si forma autentike të organizimit shoqëror. Ky ribotim nuk përfaqëson thjesht një rishikim të qarkullimit të një vepre të kërkuar, po konfirmon rëndësinë e saj qëndrueshme në kohë. Në këtë botim të ri, autori thellon më tej analizën mbi institucionin e Kuvendit Mirditor, duke trajtuar jo si një mbledhje tradicionale burrash, por një mekanizëm i mirëfillt vetë qeverisës. Kuvendi i Maleve shfaqet si një parlament natyror i maleve, i ndërtuar mbi autoritetin e fjalës, pesës e përgjegjësisë kolektive. Një nga vlerat kryesore të këtij botimi mbetet qasja historike dokumentuar, ku Gjon Marku ndërthur burime arkivore, dëshmi gojore dhe analizë krahasuese në forma të tjera të vetë qeverisës tradicionale në hapësirën shqiptare. Mirdita paraqitet si një rast unik ku kanuni, kuvendi dhe kapitanati i ndërtuan një sistem qëndrueshëm, autonomie i cili rezistoi ndërhyrjeve osmane, presioneve të huaja dhe më vonë dhunës uniformuese të shtetit totalitar.